Miq të Vilës 24, ja ku jemi sërish jashtë studios tonë për të ndarë me ju një tjetër bisedë, një tjetër risim, një tjetër të ftuar. Kam kënaqësinë të kem të ftuar sot Marius Pahinin, i cili është piktor dhe skenograf, por jo vetëm kaq, pasi e lidh me artin edhe një tjetër pasion, ai për butaforinë, për cilin ne kemi vendosur që sot t'ju prezantojmë dhe ta ndajmë këtë pasion të tij me ju. Marius, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Do të flasim për butaforinë, por nuk do jetë vetëm kjo në fakt tema e bisedës tonë. Do doja që ta nisim pikërisht duke i shpjeguar të gjithë miqve tanë se ç'është në fakt ky art paksa i padëgjuar, butafori. Jo, butaforia është e dëgjuar faktikisht, por më shumë në fushën e skenografisë. Ajo që merr mua është butafori vizuale, përdoret më shumë për punën e reklamave, që do thotë çdo objekt e zmadhuar shumë herë, me qindra herë. Për shembull, nëse bëjmë një filxhan, ajo e zmadhuar 100 herë. Qartë, do me thënë, rëndësia merret sidomos tek zmadhimi, tek përmasat, por jo vetëm, kam përshtypjen edhe materialet. Një punë me cilën edhe nisen në mos gaboj këtë pasion tënd është pikërisht realizimi i një Mercedes-Benz McLaren. McLaren Mercedes, po, MP402 e vitit 2012, ajo është puna më e bukur që kam realizuar deri më sot. Është realizuar me përmasa origjinale, 4 metra e 50 cm, është puna më e bukur që kemi realizuar, po është vërtet. Do me thënë, modelin e McLaren të realizove të tërin njësoj identik si që është ai i vërtet. Po, unë jam dhe një apasionuar pas Formula 1-s, sidomos pas makinës McLaren Mercedes dhe tani një fan se e di shumë mirë se si është makina e ndërtuar. Plus dhe unë arrita ta bëj origjinal. Gjë e veçantë kjo makinë është materialet që janë përdorur tek ajo. Cilat ishin materialet? Materialet janë baza është butafori, është baza është polisterol, dhe materialet e tjera janë thjesht nga fantazia. Materialet mund të gjenden në natyrë me materialet më të ndryshme, nuk ka asnjë problem. Materialet nga më ndryshmet në përmasa origjinale dhe reale, duke realizuar kopje identike, le të themi, vetëm me ndryshim material. Po, dhe shumë profesionista që e kanë parë nuk e kanë kuptuar ndryshimin, është jashtëzakonisht origjinale. Sa kohë desh ta përfundoje? Koha ka qenë goxha e gjatë që është punuar tek ajo, sepse nuk ka qenë ndonjë kontratë pune për të realizuar, ajo ka qenë në dëshirën time. Është punuar vetëm fundjavave dhe kështu që është një punë që ka zgjatur mbi 3 vjet. Mbi 3 vjet, po ndërkohë, Marius, pse ky pasion, nga lindi kjo dëshirë, nga lindi ky ngacmim për butaforinë? Çdo artist kur mbaron shkollën e vet, kërkon të bëjë diçka. Si Shqipëria, si shumë vende të tjera, nuk kanë direkte vendin e punës gati të presin ty. Kështu që mendova, në moment që jam pa punë, në moment që nuk po bëj diçka tjetër, pse mos nis diçka sipas pasionit tim, për shqevin tim. E nisa për diçka thjesht, po doli puna më e bukur e jetës time. Po tani, çfarë bën Marius? A vazhdon të realizosh të tjera projekte butaforie? Po, tani merrem me butaforinë, punoj për shumë kompani që kërkojnë të bëjnë gjëra të veçanta, si puna një shishe për një reklam ose një filxhani të madh, një kompani kafe ose gjëra nga më të ndryshme. Do me thënë, materialet nga pasioni me cilin ti realizove makinën e parë, me materiale do të janë të çuditshme, disi që bëjnë edhe atë bukurinë e të gjithë gjës, tani në fakt ti realizon materiale promocionale për kompani të ndryshme dhe kështu ke krijuar edhe një profesion tënd. Po, tani unë jam bërë më profesionist, materialet që përdor janë materialet e gjeneratës fundit. Cili ka qenë mbas Mercedes-Benzit realizimi yt tjetër që mund të ketë sjell të njëjtën risi? Mbas makinës Mercedes kam punuar për një kompani kafe dhe kam bërë disa filxhana shumë me madhësi të mëdha, rreth 5 metra, që cilën kanë vendosur sipër ndërtesave. Çfarë materiali është? Materiali brenda kryesor është mbetet buka e peshkut që themi ne, dhe pjesa sipër është rezinë, material fiber xhami, materiali që përdorin skafet, që përdorin anijet sot.
Ndërkohë, si ishte impakti i të gjithë atyre që erdhen edhe u prezantuan për herë të parë me punën tënde të parë që mbetemi po te Mercedes? Po, faktikisht ishte pak e çuditshme, se unë isha mësuar gjatë këtyre 3 vjetëve duke parë gjithmonë aty dhe nuk më bote shumë përshtypje. Dija që po bëja diçka të bukur. Bëra një ekspozit, ku ftova shumë miq dhe të njohur, ftova dhe shumë gazetarë të televizioneve të ndryshme. Dhe unë makinën e kisha mbuluar, nuk e kisha ekspozuar. Dhe gazetarët po më thonin se ka qenë dhe kohë fushate, gazetarët më thoshin pak shpejt se kemi punë dhe do ikim. Dhe në momentin që unë zbulova, nuk iku asnjë nga gazetarët, po vetëm rrit aty duke filmuar, duke bërë komente. Ky një moment i rëndësishëm për ty, bëri që të katapultohesh edhe të bëj një ndryshim, le të themi në jetën. Po, pas që kjo punë më bëri që më dha një ecje përpara, një shtys që unë ta marr më me seriozitet këtë punë. Më e veçanta e kësaj ishte në një ekspozitë që u bën te Pallati i Kongreseve. Erdhi kryeministri i vendit dhe nuk ma priti mendja që erdhi dhe më salutoi për këtë punë. Ai vlerësoi. E vlerësoi fjalë. Tani vazhdon, ke kthyer në profesion, realizon punë të ndryshme, realizon punë të kërkuara, punë që paguhen sigurisht dhe vlerësohen, po ndërkohë me pasionin tënd ka projekte që qëndrojnë më njan për të arritur ndoshta qëllime të tjera? Po, pasioni im është shumë i madh se të merr me dizajnin e këtyre makinave, faktikisht Formula 1-s. Jam duke bërë disa kontakte që të lidhe me kompaninë angleze që është McLaren, që është në Angli, po që motori e ka gjerman. Më intereson telajo që ka kjo makinë, unë pëlqej, jam shumë apasionuar dhe jam duke bërë disa kontakte, sepse unë mund të katapultohem dhe në fushën e dizajnimit të aerodinamikës, dhe nuk e di, është thjesht një ëndër në zyrtar. Ke një ambicie ndërkombëtare? E kam një ambicie, po, normalisht. Ndërkohë që përveç butaforisë dhe këtij pasioni, përveç pikturës dhe skenografisë për cilën ti edhe ke studiuar, arti jot në fakt nuk mbaron këtu, pasi tashmë je profilizuar dhe kanalizuar edhe në interier, në arredimet e brendshme të bareve apo restoranteve apo edhe më gjëra. Po, faktikisht profesioni im i parë fare është piktura. Është piktura, me atë jam rritur në fjalë. Ne piktorët i themi ajo është dashuria jonë e parë. Pikturon ndërkohë, ke kohë edhe të pikturon? Jo, shumë pak. Arsyeja është sepse piktura bëhet me emocione. Në pikturën nuk edhe me ngjyra, po edhe me emocione. Dhe nuk ka çmim. Kam shitur disa piktura, nuk kam pasur sukses se pikturat, i kam shitur goxha mirë. Por problemi është që më duket sikur shes një fëmijë, kur shes një pikturë, dhe kështu që mendova më mirë të punoj për qejf dhe mos shes pikturat e tjera, po të merr me punë të tjera, siç është fusha e arredimit. Ja është diçka më trendi e kohës, diçka që ka fitim dhe bëj atë që dëshiroj, më pëlqen. Në këtë ambient ku ne jemi, në fakt është gjithçka e bërë natyrë. Flasim për interierin, ngjyrat, arretimi, përzgjedhja materialeve, vendosja. Si ishte kjo eksperiencë? Ky është nga objektet e fundit që kam punuar, që kam arreduar, ka qenë pasioni im më i bukur që bëra këtë lokal, sepse ky ishte fantazia ime komplet. Kë pronari i lokalit më la më fjalë në dorën time që ta bëj këtë arredim dhe s'para ndodhte. Nuk para ndodh, sepse gjithmonë ato të japin ato përshtypjet e veta, spuntat e veta. Këtu isha goxha i lirë dhe pika ime më e fortë janë ngjyrat. Kështu që them se këtu ngjyrat do të jap maksimumin. Në fakt ke ndërthur shumë ngjyra bashk, por të gjitha qëndrojnë bukur, të paktën për syrin tim të thjesht, qëndrojnë shumë bukur dhe sigurisht të përgëzoj. Ke gjithashtu veçanti që spikasin, ke mure që duken sikur janë prej kashte, ke ndriçime që janë të veshur me copa të katifeta, janë element këto që do identifikojnë punën tënde? Po, them se kjo është pika më e fortë që kam nga arreduesit e tjerë. Nuk është puna se çfarë materiale zgjedh, puna se si kombinon këto materiale që nxjerrësh një produkt në fund. Nëse ti arrin të bësh kombinimin më të bukur, atëherë ke arrit suksesin. Po me ambicien tënde për të qenë pse jo pjesë e Guinnessit, pse jo të shënoj dhe emri yt në atë libër. Nuk ka qenë një objektiv im që në fillim, faktikisht që të jem nga pjesëmarrësit e Guinnessit,
po nuk e kam parë si një mundësi që mos ta shikoj më mbrapa. Do ta shoh, kam marrë informacione se si është që të regjistrohesh në Guinness, se si mund të nisë një punë dhe them në një kohë jo të afërt, them, po që do kërkoj dhe unë për Guinness. Ke një ide ndërkohë se çfarë mund të jetë ajo e cila do të përfshi? Po, kam një ide, ndet janë nga më të ndryshmet, po do të më bëj atë idenë më të veçantë. Do të më pa çfarë nuk është arritur, çfarë nuk është bërë deri sot dhe ta tejkalosh. Po ne Guinnessin e kemi çik të vështirë. Guinnessi jo nuk është që bëhet shumë shpejt. Do pak kohë, me fjalë, do një. Nëse u deshën 3 vite për realizimin e McLarenit, sigurisht që do duhen shumë vite dhe për realizimin e një tjetër projekt. Jo, nuk do të them shumë vite, sepse kur i futesh diçka e ta mbarosh, do punosh shumë shpejt dhe mund ta mbarosh shumë shpejt. Puna me McLarenit ishte diçka, pasion që u bë gjatë kohës. Në kohën që u punoja me diçka tjetër, punoja për McLaren. Ose dija që McLareni ishte Chelsea im. I suksesit. Po. Mirë, Marius, unë të falenderoj shumë që ishe sot me mua. Shpresoj shumë që të vazhdosh sukses, shumë të vazhdosh kaq mirë në rrugëtimin tënd dhe të shpresoj që të kemi në fat punë nga më të ndryshme, të çuditshme dhe të bukurat butaforike, flasim gjithmonë nga duart e tua. Ju falenderoj dhe unë për këtë intervistë. Faleminderit.